Dhe këtë e mori si pasojë edhe mbështetjes nga ndaj SPAK-ut. Hoqmi një retorikën e sulmit edhe u kthye në mbështetje dhe thotë që vetëm ne e mbështesim SPAK-un. Madje përdorte një diversion që të ngrinte vetëm pikët atit që ne jemi ata që. Vetëm ne po duam ne e shkrim, por ne vetëm ne e mbajmë. Sa të ketë pesen SPAK-u është aty. Na harrojnë sa më. Edi Rama di fare mirë që sa të jetë në detyrë nuk e gjen gjë. Kryeministri në detyrë nuk arrestohet. Nuk ka ndodhur në asnjë vend. Ditën e parë që Edi Rama do dalë nga ajo zyrë, do I hidhen hekrat. Sa të jetë në zyrë, nuk ka për të ndodhur asnjë gjë. Dhe aleatin më të madh Edi Rama sot ka SPAK-un në kuptimin politik. Siç ta thash më para, ai ishi gatshëm të sakrifikojë gjithkënd. Ai sakrifikoi element shumë të rëndësishëm Partisë Socialiste, I çoi përballë drejtësisë, sakrifikoi shokët e vet ngushtë, shoku më të ngushtë I Ilir Beqan është sot në burg. Po, edhe Vangjush. Ka zvogluar e ka bërë atë edhe Vangjush Dakon. Domethënë këta janë njerëz që po përballen për ditë me drejtësinë. Kur kaloi dhe shokët e vet në burg, nuk I dhimbset më kurkush. Ai ishte gatshëm edhe këta të tjerë që janë taulante me shok, ti japi edhe një dorë tjetër, domethënë ka shokaj. Po pra, këta I çon me kënaqësi ai. Dhe me këtë në bashkëpunim me zgjedhjet dhe në bashkëpunim edhe me veprimtarinë e SPAK-ut, ai e rinovon Partinë Socialiste në mënyrën absolute. Siç e rinovoi këto zgjedhje, ka rinovuar me element cilësor. Ti jemi sinqert. Në disa raste ka element cilësor. Ka edhe të korruptuar brenda sa të duash. Ka element SPAK-ut aty brenda sa të duash, po ka edhe të rinj element cilësor, të cilët do japin një frymë tjetër për Partisë Socialiste. Do japin një frymë tjetër apo do jenë ata kartona do jenë. Unë po them në imazhin publik, nuk ka se ka zë. Imazhin publik mos e. Edi Rama nuk do njeri, nuk është njeri me imazh se Edi Rama aty, nuk do njeri që të mendoj. Ai do njeri që të ngrej kartonin, ama fytyrën ta ketë pastër. Kjo është ajo çka kërkon Edi Rama, kjo është e qartë. Por them që Rama vlerësimin tim, duke ditur dhe nevojën që ka Bashkimi Evropian për ekzistencën e SPAK-ut dhe për forcimin e SPAK-ut, ju e pat raportin e ri që ishte vlerësimi maksimal për strukturën e posaçme, mendoj që doja rinovoj mandatin. Do kërkoj ndryshime kushtetuese për t'ia rinovuar mandatin. Pra I bie pastaj që zoti Dumani I vazhdojët mandati, apo... Tani nuk e di sa ko do kjo, se ka nevojë për ndryshim kushtetues, por mendoj që Rama, po kisha unë vend ati, në situatën, unë do kërkoja ndryshimin e dispozitave ligjore, lejimin për të kënduar një mandatin. Me 93 vota. 93 vota. Që I ka. 93 vota për këtë punë I ka. Këto I ka 93. Se unë I kam bërë një analizë që 4 janë të LSI-s, një është I PS-s, asajt I PDU-s. Se 4 LSI-s. Po ata është sigur që nuk bëjnë opozitën. Një ka që tani e ndjenin time. Po mirë, unë them 4 janë ata. 4, I marrë gjithë unë ata. Për Shqipërinë Europiane ata e bëjnë. Ata e bëjnë, sepse kanë treguar që ata për integrim kanë luftuar gjithë tjetër. Ata vetëm integrimin duan. Ata domethënë dhe numrat I arrin. Po janë disa nga lista mbyllur e PD-s që I ka që. Po I ka. Kur të vi ora për integrimin dhe ata dhe kështu që ky integrimi edhe 3 I ka nga ato mdoshej për integrimin. Vajtën ata, janë. Unë po t'isha në vend ti, do kërkoja ndryshimin e kushtetutës për dhe në mundësi për kandidim për një mandat dytë. Për integrimin, mund të bashkohet edhe Partia Demokratike në këtë valle, jo element të veçantë. Flas, pra, nga ajo, se për shembull po të shikosh, narrativa ka ndryshuar sot. Po të shikosh disa prej eksponentëve të Partisë Demokratike, për shembull, thonë që e lexuat raportin e fundit Bashkimit Evropian, ku vetë SPAK-u është në trysni nga mazhoranca. Po për opozitën çfarë thotë? Pa ta përmendin këtë gjë. Mirë, do ta lexojmë të gjithën. Shiko, unë mendoj që qasja e opozitës në lidhje me integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian është shumë e gabuar, është tmerrsisht e gabuar. Opozita duhet luante në avans me çështjen e integrimit. Nuk mund dalin tani elita politike e opozitës dhe të thotë që ne nuk jemi gati për Europë, ne nuk duhet hyjmë në Europë se ne nuk plotësojmë kriteret. Çfarë pune ka opozita me kriteret? Ne kuptojmë fare qartë që ne s'po hyjmë se po plotësojmë kriteret. Ne po hyjmë për një
agent politike, geopolitike që do na marrin me zor do na fusin brenda. Po thuj më tym, orë të marrim një gjë jetë që se kemi merituar, orë nuk e meritojmë tym. Po do zoti hymë. Po. Na e bën një dhuratë. Na e bën dhuratë tym, se e di pse do tym. Edhe për qytetarët shqiptar, edhe për vetë opozitën, që i Bashkimi Evropian mos lejoj Ramën të ketë dorë të lirë. Po. Ta lidhi pak, ta mbaj pak shtrënguar. Edhe kjo është e mira që ne do të hyjmë Bashkimin Evropian, është pikërisht për qytetarët shqiptar për të ndaluar avancën që ka kjo qeveri dhe avancën që ka Partia Socialiste. Për t'i vënë një stop përpara, për të thënë që ti do të zbatosh sa rregullat, do të zbatosh sa ligje, nuk mund të bësh çfarë të duash. Ne me jemi tani jo pas se ne si plotësojmë kushtet, po ç'pun kemë zotëri. Po, se plotëson, do zoti hymë, edhe ne opozita vlerësimin tim thoshte po, Bashkimi Evropian po, do hymë. Qa është për të thënë atje, nuk do të themi asnjë gjë kundër Shqipërisë. Vajten atje, çajin atje, bëjnë atje. Veshje është i shurdhër, nuk diskutohet. Veshje është i shurdhër. Por pse duhet bësh pis vendin tënd? Pse duhet humbësh ato vota? Pse duhet thuash tani jemi narko shtet? Po pse më çajemi në Ekuador jemi ne? Po shumë. Patjetër që ka problematika në lidhje me sigurinë, me krimin, edhe me luftën kundër krimit të organizuar. Po nuk mund t'i thuash Shqipërinë narko shtetër. Tu sta bashkë po ndërtojnë në fundit. Po këta po ndërtojnë kulla bashkë. E para dhe e dyta. Ty nuk ta pranon Kolumbia këtë gjë. Kolumbia po ti thosh që narko shtet nuk ta pranon. Që është e certifikuar ndërkombëtarisht që është. Madje ata kanë tentuar marrëdhënie diplomatike ta fusin në do të thoja në negociat të çështjen e kokainës. Se kanë kohë që e negociojnë. Po del ti dhe e thua ti për vendin tënd këtë. Ore nëse se bëhet do zoti tym të bëjmë një gjë, na japi një gjë që s'na takon, se çdo gjë që kemi marrë me sakrificë të madhe, kemi marrë me luftë, kemi marrë me gjak, e kemi marrë me vuajtje, edhe kemi marrë më vonë nga gjithë tjerët. Edhe kur e kemi merituar s'na kanë dhënë. Do zoti na japi një gjë që s'na takon, po të na japin. Kështu që do presim në ditën në vazhdim. Avokat, unë të falenderoj shumë për kohën dhe që ishte pjesë e kësaj interviste. Të dashur miq, duke falenderuar secilin për ju që na ndjek këtu në Antena Televizion në emisionin tim Sinjal, dhe duke falenderuar secilin prej teleshikuesve që na ndjek nga diaspora, por dhe nga Shqipëria dhe që shpërndan emisionin, por dhe emisionet e tjera që ne bëjmë këtu në Antena Televizion, tek miqtë e vet në diasporë, tek familjarët e vet apo dhe te shokët e vet, nga unë Ermal Peçi, miru pafshim dhe natën e mirë.